Çdo not ka pas debate. Kretë kandidatët që ishin edhe për deputet. Kretë edhe për deputet edhe asaj. Që dilin për debat. A pse do të thash kjo frika mungesë të njohurive? Nuk e di, unë për vete e shoh këtë terr informativ, nuk e di pse. Se ne kemi qenë të hapur, i kemi ftu, ne mendojmë që edhe të organizojmë një debat javën e fundit apo ditëve fundit të fushatës, që të jenë më konkret dhe shpresoj se do të vinë të tre kandidatët, por kemi vret që u hikin debateve. Lirë, ju do të organizoni atë, edhe te na ka ndodhur atëherë, ja kemi lënë karrikën e shprazët. Ai kandidat që nuk ka ardhur, ja kemi lënë karrikën e shprazët dhe kemi treguar se kjo karrika është atij kandidati. Se ne duhet të informojmë votuesit, të dinë, të shohin se për çka, edhe nuk di pse të frigohen për shembull. I ke dalë kandidat tash projektet. Se tash kanë marrë, domethënë, kamerat të vetat, incizojnë vetë dhe i presin, i montuan që ashtu si do në vetë që t'japin opinion. Facebooku është tjetër. Dhe jo, ku është transparenca dhe realiteti, kur asnjë farë përcjellje nuk e kanë bërë në fushat me medium, do të thotë asnjë parti politike, po incizojnë, vetë incizojnë. Jo, vetë incizimi, ajo, me një fjalë, ajo nuk është kur gjahiq. Dihet se kush janë incizimi, cila është shpej informative, edhe të marrin pjesë, edhe le të paraqesin programin, le të shohin votuesët dhe në fund të shtrinë dorën se ne jemi bashkë, të thuhet, nuk jemi të ndarë. Tash unë në këtë drejtim duhet të jap kontribut shtëpia juaj, Radio Televizioni Uskana, se si mund për shembull për këtë periudhë të mund të ofrojmë diçka. Ne vetëm se kemi filluar me vetë prezencën e juaj dhe faleminderit edhe juve për kohën, ne vetë se kemi filluar, por është pak problemi i guximit të njerëzve e posaçërisht përveç ne kemi ftuar kandidatët të gjithë, përveç kandidatit nga Aleanca Kombëtare për Integrim zoti Dari që ka marrë pjesë në një prezantim vet, të dy kandidatët e tjerë tek ne kanë qenë të ftuar, vazhdojnë të jenë të ftuar, jemi të hapur që ne të ruajmë rolin e mediumit. Por e kam thënë edhe një herë tjetër, ne asesi nuk mund të marrim pi portaleve, profileve të tyre në Facebook se çfarë montojnë ata për arsye se atëherë ne nuk jemi në kuadër të etikës së gazetarisë, rolit të gazetarëve, se atëherë ne vetëm se jemi në cenzurë për shikuesit. Dhe prandaj edhe e thash këtu që të jenë të informuar shikuesit se ato i hikin që ne t'i përcjellim fushatën e tyre për arsye të frikës se çfarë mund dikush edhe me i shah e ta nxjerrë Uskana më pastaj, dhe kjo është arsye ne përsëri edhe 10 ditët e fundit jemi të gatshëm që çdo ditë t'i përcjellim çka kanë aktivitete dhe të pasqyrojmë realitetin. Qartë, realitetin.